Jemi rikthyer në studio, tani do të flasim për atë që sidomos gjatë ardhjes së verës, të kthen një vëmendje të madhe tek femrat dhe tek meshkujt, që është pesha, është fiziku. Sigurisht që tani fillojmë edhe vishemi më holl, kështu që ato problematika që gjatë dimrit ne mund t'i mbulojmë disi, tani e kemi të pamundur, për më tepër që kemi plazhin përpara. Instruktorët e palestrave, ato që pohojnë zakonisht që nga maji është, tani fillon piku i frekuentuesve dhe madje kërkesat më të zakonta dhe edhe të çuditshme duan të dobësohen për 2 javë mundësisht. Do flasim për një formë dobësimi, por jo vetëm, mund praktikohet dhe për qef dhe për dëshirë, e cila është shumë tërheqëse, sepse nuk na sforcon mendërisht, nuk na bën të shkojmë me përtes në palestër, sepse argëtohemi ndër të tjera, kërcejmë, por edhe dobësohemi. Bëhet fjalë për spirit dance. Me mua në studio ndodhet Marinela Hysta, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Unë bëra një përshkrim të përgjithshëm, ndoshta të hyra pak edhe në pjesë, megjithatë për të kuptuar teleshikuesit se për çfarë ne do flasim. Si ka ardhur spirit dance në Shqipëri? Domethënë, çfarë të bëri ty të kishe të na ofroje, po them një lloj kështu dobësimi, por edhe argëtimi, se kam përshtypjen janë të dyja brenda. Po. Atëherë un kam vite që merrem me kërcim. Kam qenë që e vogël në Star Academy dhe aty ka qenë fillimi im i karrierës së dancit. Pastaj kam studiuar psikologji si studime dhe gjatë kohës që unë studioja psikologjinë, në gjitha librat që lexoja, në gjitha temat fliteshe shumë për fitness. Dhe ju futa pastaj fitnessit, postërvitesha vetë, domethënë një periudhë, dhe pastaj mendova, thash, prit Helena, duhet patjetër të kërkosh diçka që ti stimulosh femrat. Edhe mendova që të rihap spirit dance. Spirit dance ka lidhje, është kërcim me shpirt, domethënë janë ushtrime fitnessi shumë të vështira që unë i praktikoj, dhe këto ja u mësoj domethënë të gjitha vajzave, unë punoj vetëm me vajzë. Tani, ti quhesh instruktore apo balerin? Unë mund të themi kam të dyja, dhe instruktore fitnessi dhe balerin. Kur thua shumë të vështira, do të thotë që nuk i bën dot kushdo? Nuk i bën dot kushdo, do me thonë, spirit dance bën vetëm një person që ka shumë vite që merret me kërcim, dhe spirit dance gjithashtu mund bëjë një person që duhet ta ketë me vërtet një pasion shumë të madh kërcimin, sepse duhet vërtet një forcë shumë e madhe çdo ditë. Që do të thotë, duhet kemi një lloj eksperience. Një burim energjie. Do të thonë një amator nuk vjen dot të thotë dua ta praktikoj. Apo duhet filloj gradualisht. Atëherë një person që më vjen mua, të gjithë që vinë ke unë janë amator. Kur unë e kam hapur në Elbasan, fillimisht unë i kam pasur të gjithë klientet e mia amatore, që nuk ishin qenë asnjëherë në palestra dhe që kanë ardhur për herë të parë tek unë. Dhe unë normalisht përballesha me një person i cili trupi i tij nuk ka qenë aktiv fare, ka qenë në gjumë. Dhe normalisht unë kam filluar dal nga dal, dhe tani të gjitha klientet e mia unë i kam çuar në një stad ku ato po stërviten sa unë, me të njëjtën forcë fizike sa unë, sepse kanë fituar rezistencën trupore, por gjithashtu ajo që unë kam menduar që spirit dance të jetë e veçantë dhe tjetër risi, ka qenë fakti që ti lëm stërvitjet e veglave, ti lëm peshat. Jo çdo femër është e prirur të shkojë të bëj pesha edhe duke qenë intimitet. Unë e quaj të stërvitesh vetëm me femra është intime, është diçka shumë e bukur, kërcejmë, dëfrehemi të gjitha së bashku, sepse dhe lëvizjet që unë bëj janë tepër sensuale, edhe duhet jemi vetëm pa meshkuj. Plus që, domethënë, femrat kanë përshtypjen zhvishet nga komplekset. Po. Se nëse do ka meshkuj në palestër, me siguri femrat nuk do të shkojnë dot pa grim në 100% duhet të duken pak më bukur, dorin do bëjnë dhe foto. Edhe do kaloj koha, kurse tek unë nuk është kjo. Tek unë është kjo gjë. Vjen në orën, për shembull, 1 orë stërvitja, 60 minuta intensive, askush nuk flet, domethënë aty i vetmi person që flet është zëri im që dëgjohet dhe triumfon shumë fort, sepse gjatë gjithë kohës unë duhet të bërtas, duhet të jap shumë motivim, por duhet dhe të buzëqesh, sepse kuptova diçka. Është shumë e vështirë të marrësh një vajzë ose një grua, ose një fëmijë të vogël, që vjen nga një gjendje shumë pasive e trupit dhe ta fusësh atë të bëj një gjë që bëj unë që e kam me pasion. Dhe stimuli dhe arma ime më e fortë që pata aq shumë sukses dhe bëra aq shumë buj, ka qenë vetëm për faktin sepse unë bëra një ndryshueshmëri, një transformim për 2 muaj, 3 muaj të çdo personi. Tani, këtë gjë, praktikohet në vende të tjera të botës apo ishte kështu? Po. Inspirimi im ka qenë nga një femër e cila edhe ajo stërvit vetëm vajza dhe stërvit Jennifer Lopez, këngëtaren. Edhe ajo më ka motivuar shumë, edhe pastaj unë e kam ndjekur çdo natë, mund të rija deri në orën 3 të mëngjesit dhe e studioja çfarë bënte. Dhe pastaj kam bërë një trajnim në Zvicër, ka qenë një trajnim 2 mujor aty, ku kjo bënte të gjitha këto kurset e trajnimit, e kam paguar shumë shtrenjtë viles ato, isha shumë e dashuruar me të, doja vërtet ta shifja nga afër. Edhe domethënë nga ai trajnim pastaj unë vendosa përfundimisht që ta biznesin tim edhe ta bëj këtë edhe në Shqipëri.
Shqipëri. Ne në kushte shtëpie bëjmë dot? Po. Atëherë me këtë jam duke u marrë, kam hapur dhe një faqe webi dhe YouTube-i për ta bërë këtë që shumë femra që nuk më kanë dot afër, nuk vinë dot në studion time, të mund ndjekin mua nga YouTube-i dhe ta bëjnë edhe në shtëpi. Dhe me thënë mund ta praktikojnë. Dhe praktikimi më i mirë është dhe ajo të gjithë njerëzit duan të ndryshojnë shumë shpejt trupin e tyre. Janë të lodhur duke shkuar nga 8 muaj, nga 4 muaj dhe nuk kanë ndryshueshmëri. Domethënë, në moment që stërvitesh dhe trupi ndryshon për 2 muaj, 3 muaj, atëherë njerëzit motivohen më tepër dhe rrinë më gjatë tek unë. Okej, çfarë ndryshimi ka kjo me zumbat që janë hapur? Edhe zumba kam hapur. Kam qenë biles femra e parë që hapa zumbën në Elbasan për herë të parë. Çova risi, domethënë zumbën si Spirit Dance. Okej, është njëta formulë pak a shumë? Nuk është e njëjta formulë. Zumba Fitness ka diçka që është kërcime latine, por që janë shumë argëtuese dhe normalisht nuk janë aq shumë të forta se Spirit Dance. Spirit Dance është tjetër gjë, është kërcime dhe me ushtrime toke shumë, ushtrime densi të fuqishme. Okej, nga aerobia çfarë ndryshimi ka? Nga aerobia Spirit Dance ka ndryshimin sepse është me kërcim. Aerobia janë aerobia e ka kërcimin. E ka kërcimin, por është një stil tjetër i cili unë duhet vetëm ta demonstroj ose duhet ta shikojmë patjetër në video që ta tregoj, domethënë, sepse është komplet ndryshe nga Zumba Fitness Spirit Dance, është komplet dhe jam e bindur që do ketë shumë të gjithë vajzat që merren me dance dhe nuk e bëjnë për klasat e tyre në studiot e tyre, jam e bindur që do fillojnë do ta fusin. Për një arsye, sepse sado ne jetojmë në Shqipëri, por kuptova dhe diçka. Vajza që më inspiroi mua jeton në New York. Atëherë, ajo jeton në New York dhe punon vetëm me femra. Domethënë, sado dhe ato që jetojnë mendoju në New York dhe ne që jetojmë në Shqipëri, nuk po flas për mentalitetin si ndikon ke meshkujt, por është stili i Spirit Dance që nuk mund të ketë dot meshkuj aty. Është pak seksi si stil, është pak shumë sensual si kërcim. Po pse mos ketë meshkuj kur qen ka kështu? Domethënë nuk është për meshkuj. Meshkujt mund ta shohim vetëm në Instagram ose mund ta shohim vetëm në YouTube. E kuptoj. Domethënë do vijnë në siklet femrat nëse do kenë meshkujt aty. Po sigurisht. Por meshkujt mund t'i bëjnë këto lloj ushtrimesh në vetë? Po, dhe meshkujt mund t'i bëjnë, janë pak a shumë ushtrim. Ka dhe tipe ushtrimesh siç është Insanity ose Taibo, është një person i cili stërvit meshkujt shumë fort, është tipik stili Insanityt, por jo i njëjtë. Domethënë është shumë i fuqishëm dhe unë mendoj që kjo mund të rezistoj vetëm nëse këmbgulja ime ka bërë që ka rezistuar dhe ka dalë suksesshme. Sepse nëse unë nuk do këmbgulja, nuk do të jepja energji shumë femrave, jam e bindur që do thyesh edhe nuk do hecte si ka hecur deri tani. Megjithatë, edhe palestra në vetvete apo çfarë lloj aktiviteti fizik apo sporti do vullnet. Do shumë vullnet. Jo të gjithë. Do dhe një instruktor apo një vrap të përditshëm ka shumë histori që nisin dhe lihen në mes sepse angazhimet ndoshta të ditës janë shumë, ose janë dhe justifikime her pas here, se ne e dim shumë mirë që kush ka dëshirën kohën e gjen. Unë mendoj që edhe diçka tjetër në lidhje domethënë me fitnessin është që motivimi, këtë që po thonit ju, duhet instruktori. Instruktori është arma më e fortë e një personi, e një klienti që vjen, sepse nëse instruktori unë çdo ditë të mundshme që mund të vinë vajzat ose gratë aty, unë jam gjatë gjithë kohës duke buzëqeshur, jam gjatë gjithë kohës me shumë energji, me shumë stimul, dhe në moment që instruktori është shumë energji, kërcen shumë fuqishëm, domethënë unë djersisë, unë me 1 orë, unë më pikojnë që në fillim deri në fund djersët. Dhe në moment që dikush të shikon që ti e qunë në djers, po stërvitesh, tani prit pak. Pse unë mos e bëj? Pak përqind nga ajo do ta marr, do ta bëj. Motivim është adrenalin. Kush janë moshat që mund ta përballojnë gjithë këtë energji që i duhet të harxojnë? Unë bëj 3 lloj Spirit Dance. Domethënë Spirit Dance 1 që janë klasat e vogla të fëmijëve më të vegjël që fillojnë nga 8 vjeç deri në 10 vjeç. Është domethënë aty futen grup moshat që domethënë e kanë pak më të lehtë si stërvitje. Pastaj është dyshi që fillon nga 10 vjeç deri në 20 vjeç që është mosha e adoleshencës dhe atyre domethënë pak më tepër, por domethënë pak më tepër se fëmijët e vegjël, dhe pastaj është Spirit Dance 3 që është më fuqishmja. Aty pastaj është maksimalja dhe unë vet aty që bëj 3 orë çdo mbasdite lodhem ekstremisht shumë. Dhe këtu maksimalja deri në cilën moshë shkon? Domethënë këto Spirit Dance mund ta bëjnë mendoj unë deri në moshën është pak e reduktuar deri në moshën 50 vjeç. Maksimumi 50 vjeç. Tjen pak energji ka. Kurse Zumba Fitness mund të bëjnë në çfarëdo lloj moshe të mundshme. Duhet të dim të kërcejmë për të bërë aktivitet me kërcim? Atëherë, këtu jemi fiks. Domethënë Spirit Dance ka lidhje domethënë dance dhe fitness. Që do thotë unë duhet i mësoj një klientëve lëvizjet bazë të Spirit Dance, çfarë ato si duhet lëvizin, edhe madje
ka rezultuar dhe diçka që shumë femra më kanë thënë dhe më thonë Helena e di që ndihem më e lgjshme dhe ndihem më seksi tani, që po punoj me ty dhe që po kërcej, do më thonë ndihen më të lirshme dhe vinë me shumë dëshirë ditën tjetër. Fitojnë edhe një si vetë vlerësim për veten. Unë punoj shumë në anën, duke qenë që kam studiuar psikologji dhe me shumë pasion, unë studioj shumë dhe punoj shumë për anën psikologjike të personit. Dhe më thonë, burimi i energjisë vjen nga mendja, mendoj unë, dhe çlirohet pasaj në trupin, por përveç kësaj, dietat, pothuajse shumë dieta, njerëzit edhe dietat nuk është që i ndjekin. Mund t'i blen dietat, por i ndjekin dhe nuk i ndjekin çdo ditë ose i thyen rregullat e tjera. Dhe çfarë kam menduar unë, që kam punuar për t'i dobësuar njerëzit, domethënë jam munduar që t'i bëj një stërvitje shumë të fuqishme dhe ti mos ja bëj dietën një dietë të fortë, drastike, që ato të lodhen me dietën edhe pastaj edhe në anën shëndetësore ato të ndjen keq, sepse e ngrëna është gjendja emocionale që njeriu përjeton gjatë ditës. Nëse ti gjatë ditës ke ndejt me persona pozitiv dhe ke marrë një adrenalin pozitive, jam e bindur që ti do vish tek unë në fitness, do bësh një super fitness dhe do shkosh do hash një darkë të shëndetshme dhe do flesh gjumë rehat. Ndërsa nëse gjendja emocionale jotja nuk ka qenë gjatë ditës korrekte, ose si mund të them, do kesh dhe në moment spirit dance aty të ndihmon që ti të t'japi energji. Do më thonë, në moment që ti stërvitesh me spirit dance, energjinë negative që ke marrë nga 1001 faktor. Plus jemi shumë vajzat të tjera, merr energji pozitive, sepse në një sallë dance normalisht, në një studio dance normalisht energji pozitive nga muzika e bukur, nga stili i muzikës, edhe për stilin e muzikës dhe atë flisja. Okej, dhe kjo është e fundit, se jemi në fund fare. Atëherë stili i muzikës. Nëse Armina Mevlani jam e sigurt do ma ndiqte këtë intervistë, jam e sigurt që ajo do më merrte të parën personal trainer, sepse unë punoj dhe personal trainer. Stili i muzikës është stili që pëlqen shumë, ajo është si tip stil rocku i spirit dance, është një tip stili muzike elektronik, është një tip stili muzike, si ta them, house. Do më thonë që të jep një lloj adrenaline shumë të kështu që ti humbet aty në atë lloj bote. Në aktivitete shumë e rëndësishme dhe muzika. Është shumë e rëndësishme. Personal, mirë është kemi gjithë më muzikë në studio. Është shumë e rëndësishme. Falenderoj që ishe në studio. Edhe unë ju falenderoj shumë juve. Faleminderit shumë. Ne kemi përfunduar këtu transmetimin edhe për sot. Kalofshi bukur ditën. Shihemi në Vizion Plus.